Përshëndetje Hoxh, sa vjet I ke pas kur ja ke nis me fal namazin? Përshëndetje. Unë vi nga një familje muslimane. Dhe jam rrit në një familje muslimane, elhamdulillah. Por, për çdo njëri nuk është me rëndësi se qysh kur e ke fillu. E rëndësishme është që në momentin që e merr vesh që është obligim falja namazit, është shtylla e dytë e islamit, është shtylla më e rëndësishme mbas shahadetit, me e fillu me fal. Kur e merr vesh që është puna e parë për cilën do të pyetemi ditën e gjykimit, me ja fillu namazin. Mos me e lan kurrë. Kur e merr vesh që është një ndër porositë e fundit që na kalon Muhamedi alayhi salam. Kur e merr vesh që është, pra namazi është lidhja e robit me Zotin e gjithësisë. Është shkak për të fituar xhenetin. Pra kush I fal 5 vaktet I premtohet xheneti. Me e fillu namazin. Pra nuk është me rëndësi se kur e ke fillu. Me rëndësi është që në momentin që e merr vesh, me e fillu namazin. Mos me e vonu. Pse? Sepse është shtylla e dytë e islamit, shtylla më e rëndësishme mbas shahadetit. Allahu I ruajt.